Kryetar. Mirëdita dhe përshëndetje. Jemi në prag të 8 maj. Një ngjarje jashtëzakonisht e rëndësishme për opozitën shqiptare dhe për shqiptarët. Ndaj dhe njëherë në mënyrën më të vendosur. Ju bëj thirrje që çdo minutë, çdo orë t'ja kushtojmë përgatitjes së këtij akti të kryengritjes paqësore të 8 majit. Si mesazhi më i rëndësishëm që ne u përcjellim shqiptarëve në kushte kur përpiqen me të gjitha mjetet t'i dekurajojnë. Përpiqen me të gjitha mjetet të mbjellin terror në grahmat e fundit. Të dëshmojmë se ne nuk pranojmë kurrë Edi Ramën, qeverinë e tij si të ligjshme, nuk ka asnjë legjitimitet për shkak të zgjedhjeve që ka rrëmbyer, për shkak të vjedhjeve me të cilat është kap. Dhe të provojmë se ne jemi zëri i ndërgjegjës shqiptarëve dhe jemi forca kryesore integruese, forca kryesore e që punojmë për të ardhmen e këtij vendi. Por duhet të them se në këtë kuadër një zhvillim i një rëndësie të jashtëzakonshme ka ndodhur dje në Bruksel, në tempullin e demokracisë. Në Komisionin e Jashtëm të Parlamentit Evropian është miratuar raporti i këtij komisioni, i cili raport është hartuar pas një vizite jashtëzakonisht rëndësishme, fakt mbledhse të përfaqësuesve të këtij komisioni të kryesuar nga kryetari i komisionit David McAllister dhe të përbërë nga përfaqësues të rëndësishëm të gjitha grupeve parlamentare të Komisionit të Jashtëm Parlamentit Evropian. Ata erdhën në Shqipëri në misionin e Shën Thomajt. Po, t'i shohin vetë të gjitha gjërat në vend. Në morinë e informacioneve